Me afrimin e verës, autoritetet në qarkun e Gjirokastrës po marrin masa për parandalimin dhe menaxhimin e emergjencave nga zjarri. Viti i kaluar shënoi një sfidë të madhe me zjarre masive që përfshin zona të mëdha që nga lartësitë e maleve e deri tek tokat bujqësore, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në prona. Vjet patëm një problematik ku zjarret ishin masive. Për këtë arsye kemi filluar takime në të gjitha njësitë administrative për sensibilizimin e të gjithë qytetarëve dhe kryesisht të blegtorëve janë zjarret qëllimshme. Zjarret e vitit të kaluar shkatruan pemë frutore, vreshta, ullishte, por edhe blet, bagëti dhe obore private. Në zonat e Lunxhërisë, Cepos dhe Odrijes, zjarret që shuheshin rindizeshin për javë me radhë, duke krijuar një situatë dramatike. Për gati një muaj mes korrikut dhe gushtit të vitit të kaluar, tymi dhe smogu mbuluan luginat e Drinos dhe Vjosës, duke shkaktuar shqetësime të mëdha edhe për shëndetin e banorëve. Si pasojë e kësaj situate, këtë vit autoritetet kanë ndërmarrë masa të shtuara. Zjarfiksit me kontrata të përkohshme janë angazhuar për të bërë sinjalizues të zjarreve, ndërsa janë formuar dhe trajnuar ekipe vullnetarësh nga punonjës të bashkive që do të mbështesin operacionet lokale. Në rast të zjarri, me Policinë e Shtetit kemi një akt marrëveshje që do të na mbështesi në çdo vepër penale që do të ketë. Vitin e kaluar, vetëm në zonën e Finiqit, u regjistruan rreth 1300 vatra zjarri, po për fat të keq nuk u ndalua asnjë person përgjegjës.